Sektori i peshkimit në Durrës po përballet me një krizë të thellë që ka vështirësuar jetën e shumë familjeve dhe ka kërcënuar ekonominë e zonës. Mungesa e punonjësve dhe pamundësia për të marrë ndihmën e nevojshme nga shteti ka bërë që shumë biznese dhe individ të heqin dorë nga aktiviteti i peshkimit. Një nga arsyet kryesore të kësaj krize është mungesa e punonjësve në sektorin e peshkimit. Me më shumë se 60% të anijeve peshkaregje në Durrës, ata janë të papunuar për shkak të pamundësisë për të gjetur punëtor, një problem që është thelluar vitet e fundit. Shumë të rinj kanë preferuar ta lënë këtë profesion për arsye të pagave të ulta dhe kushteve të punës, duke kërkuar mundësi më të mira në sektor të tjerë. Pavarësisht së rëndësisë së sektorit të peshkimit për ekonominë lokale, një pjesë e madhe e punonjësve dhe bizneseve kanë shprehur pakënaqësinë e tyre për mosarritjen e mbështetjes nga shteti. Dhe për këtë ka pasur disa përpjekje për të ofruar subvencione dhe mbështetje financiare, ato duket se nuk e kanë thelluar krizën. Peshkatarët dhe përfaqësuesit e shoqatave të industrisë së peshkimit kërkojnë prej kohësh marrjen e masave. Sektori i peshkimit në Durrës ka një rëndësi të veçantë për zhvillimin ekonomik të qytetit dhe rajonit, por aktualisht po përballet me një krizë që kërkon një angazhim të menjëhershëm nga ana e autoriteteve dhe institucioneve shtetërore. Pa një mbështetje të fortë dhe një plan të qartë për ngjalljen e këtij sektori, pasojat mund të jenë të rënda për shumë familje dhe për një pjesë të ekonomisë së Durrësit.